dita e dytë tek këtij vlogut nga Greqia. Shikoni si jemi bërë ne të dyja me të kuqe. Këto janë pijamat e Primarkut që ja u tregova tek video e kaluar. Dhe ne tani do fillojmë me dekorin e pemës, do vendosim pemën e vitit të ri. Është data 2 nëntor. Siç e thash dhe dje, Zana e dekoron shtëpinë që në tetor. Po jo, më kudallaçe. Jo, se bëm shaka. Kur e vendosin në Shqipëri pemën? Jo, në Shqipëri vjen në 10 orë fare. E vjen në 10 orë. Këtu në Greqi ka filluar në nëntor. Vitin tjetër në tetor. Jo, po në vesh shpejt se është shumë pemë e madhe. Edhe nuk e dal dot ta hap, edhe ta mbyll për një muaj. Do ta mbaj 2 muaj pemën. Do ju tregojmë se çfarë blevëm dje. Ne dje nuk e gjetëm pepkon, kemi ecur 20 minuta. I kam bërë mamit zbor, edhe kur vjen puna nuk e gjetëm dot se ku ishte. Në fakt ne e kuptuam ku ishte se mami e di atë zonën atje, por ishte larg edhe na shkonte vonë. Kështu që u futëm dhe tek Jumbo, tek Zara Home nuk blem asgjë siç ju thash, por kishte shumë gjëra të bukura dhe të veçanta. Po ishte shumë të shtrenjta. Shumë të shtrenjta ishin. Edhe shkuam tek Jumbo dhe te Jumbo morëm disa gjëra sepse mami ka shumë. Po t'ju kthej kamerën, do shikoni se sa gjëra që ka. Edhe ne na duheshin sepse këtë herë, këtë vit, menduam që pemën ta bëjmë, duke qenë se mami ka shumë zbukurime me ngjyra të ndryshme, do ta bëjmë një ngjyrat të, si ta them, jo neutrale, ngjyrat si kuqe me gri. Të kuqe me gri edhe me gold, jo të përziejmë të jeshile, të verdha, portokalli siç i ka mami ca gjëra, por do t'i rregullojmë, do t'i bëjmë në këto 3 ngjyra. Kemi këtu edhe komedinën që e ka mbushur mami plot, do t'ja heqim që të gjitha dhe do më vrasi, por jo, do më vrasësh Sara. Jo, me po pritet do t'i heqim. Do t'i heqim të gjitha këto dhe do vendosim dekore Krishtlindjeje, se ka shumë gjëra. Do ju kthej kamerën tani, jo s'do ja u kthej tani, do ju kthej pastaj. T'ju tregojmë se çfarë blevëm. Hajde mami. Vazhdo me çfarë? Morëm këto gonglat e kuqe. Morëm këto topat? Topa goje, po s'ka një gongla topa. Morëm këto për të kuqe, këtë kuqe të tjera ti. Po morëm edhe ca të tjera që ti kemi. Po shumë e madhe, pema dhe nuk ka rejtë gjithë. Po, drita mami ka pasur nga ato që janë me ngjyra, ka dhe një par që janë neutrale, një ngjyrë. Morëm edhe këto të tjera që janë të bardha, drita të bardha. Në fakt unë doja ato që i vinë si të verdha, të ngrohta, por do shikojmë se si do jenë këto. Këto ishin 500 let, 500 drita të voçkla, sa ishin këto 17? Këto ishin 17 e 50 cent, edhe janë sa metra, 24 metra, 25 metra. Ja, janë këtu. Dhe kemi morëm edhe këtë aromën për në shtëpi. Për shtëpi, e cila ishte, se mami nga që kemi vënë tripodin me telefonin për të bërë reels, edhe e tregon atje, dhe tregosh tu. Kemi marrë këtë Christmas Candy Can, por nuk e dim se qa arome ka, sepse nuk ishte ndonjë të hapur atje. Tek Zara Home kishin shumë aroma të mira, por ishin nga 33 euro, dhe ne morëm këtë te Jumbo me vetëm 4 euro, apo 3 euro, se ishte kjo? 4. Kjo, të shikojmë se qa ere do ketë, por t'i japi një aromë të mirë salloni, se nuk është salloni madh, edhe mjafton. Tjetër çfarë morëm ma? Mora edhe këtë përparse, unë e mora se kjo nuk deshte, se nuk doja se zonja përparse kur gatuan. Jo, vëm, po, unë mbaj bijame, se i bëj kështu bukur ilfat. Mori mami një përparse. Mora edhe këtë formë silikon për kek, është kështu në formë shtëpie. Gingerbread house. Edhe thot që do bëj kek mami nga këto dhe do i pjekësh kështu, përmbys. Po, do i vesh kështu. Po, kështu derë me ta jo? Tashi, ne këto blerje të Sara dhe i kishim 2 fish, sepse duke qenë se unë jam Finland Shqipëri, mami është këtu edhe na duheshin të njëjtat gjëra pothuajse. Morëm këto format për të bëhet brumi i biskotave dhe ju vë si tip vule me dekore, me si quhen o mami? Me forma janë. Me forma, po janë me këto tematikat e Krishtlindjeve. Edhe morëm 2, këto ishin 1 euro e gjysmë. Po, haqesh. Diçka e ti, nuk i mbajmë mend. Gjithsej ne aty harxuam 55 euro. Edhe morëm këto gjëra. Tash këto i mori mami, unë si kisha parë fare. Janë këto dritkat e vogla që janë me bateri. Dhe do bëj një shpike mami. I ka marrë Leila, në fakt se nuk i ka marrë fare. Leila, po nuk ngjyra ma që janë Leila. Purple, i ka marrë mami purple. Nuk e bëre. Tani, tjetër çfarë morëm? Morëm një nga këto shirita që është velvet vishnjë, sepse do bëjmë fjongot, që t'i vendosim disa fjongot dhe pemës. Kjo ishte 5 metra, kështu që mjaftojnë.
Tani këto I kemi marrë njësoj, 2 unë, 2 mami. Kemi marrë nga I pjatë si këto. 2 pjatat të tilla. Po. Disa të bukura që janë. Qëse mos I rëzojmë I thyem. Edhe këto unë I dua për reelsat e Instagramit. Kemi marrë dhe 2, kështu, një unë, një Angela. Për ëmbëlsirat. Edhe mami bën shumë ëmbëlsira. Dhe të një tavolina sa mos I thyem. Pritë të tregojmë këtë çfarë ndo. Mami tani ka marrë dhe këtë për në kuzhinë, është shumë e thjeshtë, që të vendosësh lugën kur gatuan për ngjell. Dhe morë me këto të dyja. Këto ishin shumë të bukura. Këto janë kështu që dekorojmë kuzhinën edhe kur bëjmë ato reelsat videot, që është si tabelë dhe shkruan baking spirits bright. Sa të bukura? Edhe këto ishin as 1 euro nuk ishte kjo. Këto ishin 60 lepta. 60 cent? Po. 60 cent. E hap kështu nga mbrapa që qëndron. E pra si tabelë. Ha, dalë se hapet ti aho që atë. Po I hap të dyja, apo vetëm një? Jo, vetëm njëra në mes. Se mos na shqyeshti. Ja, kemi gjëra tjera? Jo, këto janë. Këto ishin të gjitha gjërat që morëm, sepse kemi shumë gjëra këtu në shtëpi. Që do ja u tregojmë dhe do vendosim tani pemën, vazhdojmë nga puna sepse është një rrëmujë e madhe këtu në sallon. Pas një ndërprerje. Do vazhdojmë tani me... Po ma, nuk e kam ndezur telefonin. A, se kështë ndezur, e mi? Jo, thjesht e kam përgati. Pas e kështë edhe... Shiko këtu, te kamera, lere telefon. Lere këte nuk shikojnë. Do bëjmë reels për Instagramin dhe na shihni dhe në Instagram mua dhe mami, këto ditë që jam këtu. Edhe tani do vazhdojmë me dekorin e pemës, me dekorin e bufes të mbrapa të sallonit të gjithë, sepse pastaj duhet të shtrojmë edhe tapetat, se për tani mami e ka lënë për këtë moment që të vëmë dhe pemën, dhe pastaj të shtrojmë tapetat, që të shtrojmë tapetat duhet të fshim gjithë shtëpinë prap nga e para se do bëhet zhull nga pema, dhe ta lajmë përsëri e të shtrojmë tapetat. Sot kemi një ditë të gjatë para, mami. Që do ma nxish jetën tër këtë javë që je këtu. Do ta nxi? Do ma nxish jetën. Se do ta nxi? Je grindavece. Nuk jam grindavece. Shaka? Nuk jam. Po shaka? Po jam e fiksuar, po jo grindavece, I dua gjërat kështu. Be shaka. Kështu. Ta tregoj unë sa të kamerë. Shikoni pak se çfarë rëmoje është këtu. Auç. Një qese, 2. Këto janë ato me ngjyra që nuk do I përdorim. Do heqim vetëm ato gri. Këtu zbukurimet të tjera. Këtu është gjithë kjo kuti, shikoni pak sa e madhe është. Dhe këtu është pema e vitit të ri që I është grisur mamit kutia dhe e ka futur në qese të zeza të mëdha. Shikoni pak çfarë rëmuje është këtu. Ja dhe salloni ka rënë bomba. Që tregon sallonin si është berë. Më mirë, ne do t'i bëjmë të gjitha tani. Do vëmë temën edhe do bëjmë Vëmë nga puna. Pase s'kemi kohë, se s'ka ditë tani. S'ka ditë, që në S'ka duhet ditë tani, se është nata me gjatë ditë, s'ka tani. Ne I përzum gjithë nga shtëpia tani dhe do bëjmë temën. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. Oh, we're chasing snowflakes as they're falling down, and follow Rudolph all across the town. Later we meet under the mistletoe, while Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling Santa, tell me if you're real. Tani do filloj me drishkat të kështu edhe që mos ngatrohemi. Ma jep mua ti kështu edhe rështitin. Po duhet ta shkolisim një nga. Dear Santa, tell him I'm still holding on. No need for diamonds or trips somewhere in the warm. Oh, 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 I know that mistakes don't matter.
së thyrë. Basta marrë. E qamë! E të kam unë një shqipri, do të jatë. Këto vend tani, më të mbaja. Të mbaja, ja.